Jemi duke humbur thelbin e çështjes. Dhe thelbi i çështjes është pse duhet të ketë imunitet për deputet dhe ministra. Kushtetuta thotë që ne jemi të barabartë para ligjit. Jo, nuk jemi të barabartë para ligjit. Sepse për një vepër penale, shumë më minore, një qytetar i thjesht shkon në kokën e burgut e arreston prokuroria. Ndërsa një deputet për një vepër goxha të madhe nuk arreston në prokuroria se ka imunitet. Qytetari i thjesht, që është ai që paguan ofiqet e ministrit apo deputetit, pagën e ministrit apo deputetit, paguan lekët që ka bërë korrupsion ministri apo deputeti. Ky qytetari për çdo vepër minore që gjykon prokuroria le të shkojë kokën e burgut. Deputeti ka krah tjetër. Ja, se ka imunitet deputeti. Tani pse kemi ne këtë imunitetin për deputetet? Kush logjika, kush e veçanta e këtyre njerëzve? Çfarë kanë ta që nuk e kemi ne të tjerët, që këta pa pritur do t'i themi dhe ligji që shiko, edhe ti mos reago fort përballë tyre si kundër të gjithë tjerëve. Po ti përkulu pak te këta. Se kanë imunitet ta. Çka kanë këta? Janë të pazëvendësueshëm këta. Po me zëvendësu sot, çdo deputet zëvendësohet për 12 minuta. Me e marr sot prokuroria një deputet, Ilirian Celibashi ta zëvendëson për 34 minuta po ka trafik dhe 12 minuta po s'ka trafik, se rruga vetëm sa përdajt për të firmos ai. Dhe ka aq që presin në radhë, sa që sikur filloj sot deri në zgjedhjet e tjera të 2029-s, përsëri nuk do harim dot t'i harxojmë të gjithë ata që presin në radhë. Apo s'kemi ministra ne? Ne jemi drejtu për ministra, ne ministra kemi të gjithë. Ne qatë bësh, ne s'kemi mjekore. Ne s'kemi arsimtar. Ne nuk kemi mekanik. Nuk kemi hidraulik, nuk kemi elektricist. Këta s'kemi ne, pa ministra. I ke rrugëve. Plot, gjithë për ministra ja. Pa atere, pse po e mbajmë ne me këtë imunitetin? Po shtjesht mënyra për të mbrojtur nga një prokurori që mos të vi dhe mos të kap e mos të çojë aty ku duhet kur të zbulon halera që ke bërë. Thjesht kaq. Sepse për këtë po përdoret. Pra, ju jeni budallëj, sepse ju qytetarët nuk keni imunitet, ne jemi të zgjuarit. Ne kemi imunitet se ne vendosim për veten. Ata vendosin për veten që kanë imunitet. Dhe qytetarët të duhet kërkojnë. Asmë zero imunitet për deputet edhe ministra. Zero. Shkele ligjin shko aty. Maksimumi që mund të mendohet, mund të jenë to veprat e vogla. Ku diun noi aksident me makina, ku diun noi rrahje apo. Po këto veprat e vogla. Po për shkelje barazisë tender, korrupsion, shpërdorim detyre, falsifikim dokumentash, e tjera me radhë, po këto të shkosh kokën e burgut ashtu. Po të shkosh urgjent bile. Bile do t'ikësh vetë, nuk do të të fare prokuroria. Se ti e ke faturën morale për ballë popullit. Populli ka paguar lekët më qenë qeni. Ka paguar lekët e rrogës. Të ka dhënë ofiqet. Të ka dhënë shef në dritë syrit. Të ka dhënë të ardhmen e fëmijëve të vetë. E ti qenë shkon edhe vjetë. Po du të vesh vetë kokën e burgut. Prandaj nuk duhet të ketë imunitet për këta legena. Jo fare. Këta legena duhet trajtuar si legena. Këta duhet vetë prokuroria t'i marrë aty, në zyrë. Aty ku janë. Se nuk e meritojnë. Hiqni imunitetin për deputetët.